Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vezër besimtar, 5 këshilla të dobishme për atë që vesh ihramin për haxh ose umre. Këshilla e parë vezër është ta pastrojmë niyetin, pastrimi i niyetit. Çdo vepër, çdo ibadet në Islam ka nevojë për me qenë niyeti i pastër. Nëse nuk është niyeti i pastër, atëherë edhe vepra nuk është e pranuar te Allahu Azza wa Jall. Të jetë niyeti i pastër dhe të jetë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, çdo vepër nëse nuk është sinqerisht për hir të Allahut Azza wa Jall, ajo vepër nuk pranohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innamal a'malu binniyat", vërtet veprat shpërblehen sipas qëllimit, sipas niyetit. Andaj, çdo ibadet që e bëjmë, numër 1 është niyeti të jetë i pastër për hir të Allahut Azza wa Jall. E dyta është të respektojmë rregullat e ihramit. Pasi që e veshim ihramin, duhet të shmangemi disa vepra, duhet të largohemi disa vepra. E para është mos të përdorim parfumin dhe çdo sen që ka aromë duhet të largohemi. Nëse bëhet diçka gabim, inshallah prej momenti që shohim se kena gabuar, atëherë duhet ta braktisim atë edhe mos ta përsërisim më. Domethënë largimi prej parfumit, shamponit me erë që janë, sapunit me erë, edhe gjitha gjëra domethënë që kanë aromë duhet t'i largohemi. Po ashtu duhet t'i largohemi që mos t'i prejmë, mos t'i qefim flokt, ose mos t'i nukim flokt, ose qimet e trupit. Nëse gjatë krerjes së flokëve, rregullimit të flokëve bin diçka, inshallah nuk ka problem. Mirë po, jo qëllimisht i me shku mi ngre flokt apo mi marr me gërshaj dhe mi prej. Po ashtu nuk duhet t'i prejmë edhe thojt. Pse se jemi në ihram, nuk lejohet vrasja apo gjuetia e kafshëve, madje edhe insektet e tokës, domethënë që janë, nuk na lejohet t'i mbysim ato. Pse se jemi në ihram, po ashtu nuk lejohet marrëdhënia intime, edhe pse gruan e ki halal. Mirë po kur jemi në ihram, atëherë ndalohet çdo gjë na ndalohet, po ashtu na ndalohet edhe të flasim keq. Neve na ndalohet të flasim keq për njerëzit, edhe kur nuk jemi në ihram. Mirë po kur jemi në ihram, atëherë ndalesa është edhe më e madhe, domethënë, dhe nuk na lejohet neve që të përgojojmë apo të shajmë, të ofendojmë, madje edhe të zemrohemi. Nuk duhet mu grind me askën. Aty duhet me avu halal të gjithve. Edhe me toleru, edhe nëse ka gabu dikush me ty, ti duhet me toleru ndaj vllaut tënd, ndaj motrës tënde. Këshilla e tretë është ta mbajmë veten me përullsi dhe qetësi. Ta kujtojmë se ihrami na tregon një simbol të barazisë dhe thjeshtësisë. Ihrami është simboli i barazisë dhe thjeshtësisë. Jemi të barabartë. A ka mundësi dikush me e dallu në qabe kur të shkon miliarderin prej fukaras? Jo vallahi. Nuk ka mundësi asesi me dallu, pse se të gjithë jemi të veshëm me të bardhë. Dhe kjo neve na tregon se të gjithë jemi te Allahu Azza wa Jall barabartë. Mirë po, është diçka që na dallon neve dhe ajo është devotshmëria. Dhe devotshmëria është në zemër. E kështu që veshja e ihramit neve na tregon se jemi të barabartë me të gjithë njerëzit. Edhe dietari, edhe rojtari, edhe punëtori, edhe shefi, edhe të gjithë jemi të barabartë. Pse? Sepse nuk mundemi ne me i dallu aty njerëzit kush është apo kush nuk është. E katërta vezër besimtar është rritja e përmendjes Allahut Azza wa Jall. Të vazhdojmë të përmendim Allahun Azza wa Jall duke thënë labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Apo edhe duke thënë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah,
duke thënë astaghfirullah, duke thënë 100 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, apo edhe me lexu Kur'an. Nëse nuk din, atëherë bën dua, ngriti durr dhe o jam i dashur dhe ti e motra ime, çdo problem që ke prej Allahut azza wa jall kërko. Wallahi, Allahu zemrohet nëse ne nuk kërkojmë. Tash ihramin, qabja, shikimin qabe, vendet ku do t'i vizitojmë, janë vendet ku pranohet lutja, andaj mos të pritojmë, mirë po të bëjmë dua sa ma shumë të Allahu azza wa jall. Edhe këshilla e fundit vëllezër besimtar është përgatitu mirë para veshjes së ihramit. Do të thonë mu përgatit mirë para se me veshë ihramin. E para është, këshilla e parë, bëj gusull, lahu në hotel, apo në shtëpi ku je, lahu, merr gusull, pastrohu, parfymosu trupin tënd, parfymose një herë, po jo ihramin, trupin mundet me parfymos, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha parfymoste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po jo në ihram, ihramin jo, i veshim rrobat e ihramit, me thënë 2 copë, njëna quhet izar dhe tjetra quhet rida. Pjesa e poshtme quhet izar, ndërsa pjesa e epërme quhet rida. Qita do me thënë mbulohen supet. Nëse nuk je i sigurt se rrin ajo, nuk je i sigurt vendosjen e ihramit, atëherë mund të përdorish rryp që mos po të bjen ihrami. Andaj, mundohu vëllai jemi dashur që ti përmbahesh këtyre këshillave dhe adhurimi të jetë i pranuar të Allahu azza wa jall. Elusim Allahun azza wa jall të gjithë ata që kanë ardhur me kry umrën, Allahu t'ja pranoj dhe t'ja mundsoj që ta kryjnë edhe haxhin viteve në vijim. Elusim Allahun azza wa jall të gjitha adhurimet, ibadetet që i kryjmë gjatë këtyre ditëve të jenë të pranuara të Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.